Shqërfimet nga nënat për bijtë të tyre. Po shkoj, i marr ato pare, dridhet trupi, thëmë, nani me nuk më le. Dhejtë në të shpirti nuk më le, po unë ty s'po të shoh. E çdo nan është e mërzitne, çdo ditë, çdo natë. Kjo liri nuk i sharë pa shku dikush. Këta di çdo njeri, çdo luftë ka hupë. Po edhe ka fitua. Këta 3 ditë e kishin pas për luftës parë, që shikon mirë me shkije, me vrasje, me qashtu. Në luftën e dytë i kanë internua, i kanë burgost familjen e tishit, e u kanë marrë krejt pasunin, i kanë dënu mës me hi, mës me dalë më katon, po gjithmonë dyqysh t'i nësym. Ka marrë informata që i ka pas familjen, edhe për para me shkijet, o rrit me atë edukat, mi dalë vendit vetë zatë. Fëmija me prindin është i lidhën shumë, po kanë veçanërisht i lidhën shumë për mua. Lejse u rritë u shkollu, kisha qef me rritë me mësu. Edhe kër krev shkollën, hini për rrymë, i pëlqeki që i zanat, i thesha, non, pse mërë këtë drejtim, po të ndodhë dishka, hajtë i këtë dërtë më s'ki, kër kreva ata është 2 milion këta, tha, shka po më thu më registruar? Thash, valla po kom qef një juridik, u registruar një juridik, edhe me korespondiencë, u keqësu puna, hinin punë në elektromator, filloj punë, edhe ishin gjanat e luftës, po në fillim nuk më tregojke si i shkan meret pak. Si çdo nanë, i thot ma, tut, i thesha ku ke, theke, ke shtëdaja, theke. A di theke si o vetën, shkoa me një muaj. Hajt, dikur e zbulun si ashtë në lidhje. Me 5 maj, shkoj u kryq në Smolic, në shtab, me agronomin e me ata, dhe ti pesti me kushëri, edhe me vlla Dugagjinin. Baj karmatim, i kryke me sukses, po kur e bishin në Smolic, duke me dërzu në Gjakomi që në për vene, bere e pa të mbon, masim dul burri pi burgit, e bom i përvjetar për ta, pa të thona e maluki, s'kom pa djalë ma gocëntar, së theshim kush o vëndëtar me qua armatimin e Shtin Gjakov. A i pari, une. Se e ka marrë atë punë në zemër. Edhe ka njëherë kur vikën në shpi, se shka nej nuk tërgoj kësa her delke. Edhe e muam një lajmë që u vra Sadria haj puna shrecit, nusja kishtë dishka si të zak. Edhe njëse e pokare, tha, mës bëni, tha, kështu. Tha, nuk e dini shka do me thonë liria, tha, i tha, nuk pëthojnë o dek, është i gjallë. Tha, une qëta është tha me vdek, tha, e mi lumëtur, tha, veç qëto 2 qika të vllak, njona ishtë 3 vjeqe, njona 1 vjeqe. Mu rritë, tha, në familje të në liri, tha, është balë. Tha, shka do me thonë me ka në kom shkaut. Tha, edhe qëta është me dek, tha, e mi gachën, ishë mësë më hupë e mi kërë. Ma vi që ishka me jërët me atë punë. Natën e fundit që o nisë anej, jam qua këm këqyrë, e ka qua fleqin 2 vllazit një dhomë, ka qua ka uqin, e ka nua gjykësore, ka nua të bume, e kështë qitë automatin për paran, edhe o nisë. Edhe o në tash, hina në dhëmë temen, për që e liherën pak, këm këqyrë, në bona kështë si jam gjumë, se dyqysh isha e mërzitne, edhe ajo dalë o nisë. E ka për qëtë baba i vetë, dhejnë e elbë. Po më thëjke kur nuk plan. Kur thëjke nuk plan. O bon një luftim, o kon rrëth akshamit, o bon dushnje. Edhe vishin
ato gjujtjet ndryquese, nuk di qësh janë, edhe kretë u borë u bëjke dritë. I kanë marë automatat, 2 djemët edhe borri edhe janë dalë. Tha, ka njerës se janë ka ikin për dushnis, ti tërhekim. Edhe janë nisë, janë dalë. Kretë para shpije, u bëjka, nata kanë, u bëjke dritë. Edhe kanë gjithë një familje, kanë marë, kanë qutha, kanë dikon. Të jetisht, rritëna, jo, mas qëna që atje, i kanë marë. Ju kanë një mu gjindve, ju kom një mu dhe vetë. Në dhe baba i që ati shokit, një ditë Sëlmon, jo ka në rojë në spital. Edhe unë një di shka, po saksisht a i erdhë si rojë, thamë shko këqyra është të vërtet. Ko erdhë, tha po, tha, se bashkë me djallë tina ka në shok. Këshim pas marrë vesh vlaznia, po në atë të manjo. Qishe përjetu? Kër erdhaj, e dita që qaj baba i shokit kër erdhe, dita si është djali, edhe ishe një 10 vetë, tash ishin kushërit, këshin një farë marveshti si për djalin. Thash Zotë ju lash në shtonëve, thash të djali janë të kovra. Edhe hajtë nisëm i majtë pamen. Hale ma ishin aty këtu, edhe pithon burit thash, duhet me prej diçka se gjinë janë të pame, nëse prej mish, dikush andej, dikush në të pame, kur janë isim tinë, ka një, u rëthu deva, u rëthu brakoci, u rëthu guska, vogova, zhubi, u qitë rejtë i krejtë. Kush këtë do të pame, tham ik, nisim i ka rëthohem, do që ishin një katunit më të lërgët, u qumë, po do të vaznis jo, atër i zumë. I morën 15 vetë për një hiri. Ma që i zoti forcen, sa une me vjerën najtë në shpje dhe me një agjë. Djali ishtë 11 vjeç, a i dule edhe i madhe i dulen. Hinë për male, pat edhe gra, pat edhe thmi u gërveshen, u banë, kashin. Unë e thash, jam nana vllaznimit, vetët i që thash. Thash, vinë të mysin qëtu, dhe në kapin malas kërkon. Ditëve të fundit e krejt lumëtoria të tine nuk më heken se kështë qef me arritë shumë. E mërë një certifikat kompliterav, e mërë të karates, u regjistru në vallëzim me jetan Vorfin, u regjistru në fakultet, hini në lektomator, tish nuk di ku ishtë atë sa nel tish, edhe bani zoti nuk më vjen me thonë, po e zbukuroj. Ti, qësh ja fali Zotit tonë atë dije, po ma në fund e ma, që ato fjallë tine që thmuan majnë. Se thëtë mësë më hupe emni, si ma ka thonë me gojtë vetë. Mësë ma kishë thonë që atë fjallë, mësë ta kisha në i, nështë ta si shaqa që fort. Po shkrej e i marë ato pare, dridhe trupi, thëmë, na, një me nuk më le. Dhejtë në dhe shpirti nuk më le, po unë ty s'po të shoh. E çdo nan është e mërzitne, çdo ditë, çdo natë. Po i kam edhe tjertë, po edhe hiç mësë më pas, a Kosova e lirë, bona e fort, edhe majnë fort, fjallë si i tha, veç këto dyjat më rritë në familje, kena badë më rritë në liri. Edhe pe asaj fjale, kur kush lotin sys ma ka pa. Hamaneti tine, hale nuk është taman. Se një vleftë që e kanë familjarët e dëshmorëve, që ta shka janë më të mëdhajtë, si i kemi zgjedhë, e janë në për detyra, duhet mi ditë. Edhe ata ushtarë që janë gjallë, i falenderoj Zotit që i kena, po edhe qëta si janë shkue si këto viktimat, si dëshmorët, si herojt, janë shku për qëtë vend. Duhet mi pas një vlerësim dhe veçantë për shtetit, duhet mi pas mi oranë nërman ku janë sot tu në lirë e të kënaqën e që përmenën gjdo shtetë.
Inshallah për ditë ma tepër, nuk duhet një avupë. Andrën e fundit që e kom pa për tanë, dhe si s'pej shama, hinin dhomë që e kishna. Brash njësi është 2 hapa, si bëj këtë 2 hapa, mu avit të kërveti. Edhe, kom bo mu qu, ma ka mu gjdore në andër, ha më su qa. Edhe ja kom bo, thash, vaznim nana e erdha, tha po nën, tha vishme si të rega kërkuj. Unë e pi gëzimi që e pava. Kush është ardhe i pari, tash nuk e di, jam ka ardhë qika, kush i kom ka cu. Ma kretë 2 herë, kretë pak më sa nej. Po, tash i thëmë vetit, unë ja bona vetit, se më tha, erdha, thëmë si ka dzëkuj. Edhe tash i thëmë vetë vetës, se e bona atë gabim. Man, ajo krenaria dhe kur ti shkajt e vorri, veç kom që thëmë nashta më shet, mësë më patë më shqitne. Bona e fort se duhet me jetu tjertë, inshallah kush është e gëzën për të liri, mire ma mirë. Rrëfimet nga nënat për bijtë të tyre.